Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falendrojmë Allahun azza wa jall, salavatet dhe selamet e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Nganjëherë njeriu në godet një lloj pasivitetit, një lloj përtacisë, një lloj dëmbirisë. Dhe në ato momente kur e godet, ka nevojë që me u motivu me diçka, me u rikthy në gjendjen e tij të mëhershme. Po njerëzit në përgjithësi, për shkak të ndikimit materializmit, për shkak të shpërqendrimit të tyre nga rrjetet e ndryshme sociale, po edhe ndoshta edhe shoqëria, ambienti, shumë gjëra të tjera bën që aty na mira ambicet e tina në qysh edhe në çështje të dunjos, por na që do të flasim do të jetë për çështjet e ahiretit, sidomos për dituri. Pra njerëzit në periudhë caktuar ka pas mundësi me kon njeri i cili ka pas ambicie shumë të larta, po mas një kohë është demelav, është dobësu, i ka ra aktiviteti, ka godit pasiviteti, nuk i ka më ambicet e tina që ka pas më herët, po edhe njerëzit e tjerë ndoshta që e përmendëm më herët, ka mundësi që, në esencë, ambicet e tyre nuk janë kaq të mëdha. Për këtë arsye, njerëzit s'pari po du me tregu se çka do të thotë fjala ambicie, pastaj edhe me sqaru shumë çështje që ka të bëjnë me ambicet. Pra tema sot do të jetë rreth ambiceve, sidomos rreth ambiceve që ka të bëjnë me çështje fetare, sidomos me dijen fetare, me kërkimin e diturisë dijes fetare. Çfarë do të thonë ambicie? Për shembull, nëse një njeri thot me lejen Allahut azza wa jall do ta mësoj krejt Kur'anin përmendsh. Mirë, po vjen koha, kalon koha, vjen vitet, kalon vitet, edhe ai nuk ka mësuar kurrë pe Kur'anit, ose ka mësuar shumë pak. Ose tjetër për shembull thot unë për çdo muaj ku më bë ka 3 hatme. Edhe vjen koha, menzi gjatë vitit e bën 1 hatme. Ose po maki kalon 2 vite menzi 1 hatme e bën. A cilësohet ky njeri me ambicie apo jo? Themi se nuk cilësohet. Se në realitet cilësohet me ambicie ai njeri i cili e ka praktikuar ose ka vepruar me ato çka ai e ka parapo për vetveten e vet. Pra ka pas ambicet ose ka pas vullnet, ka pas dëshirë për diçka dhe pastaj ka fut ato në praktik. Kur ai për shembull i ka thonë vetes se biidhnillah me lejen Allahut do ta bëj një orar ku për 2 vjet ku më mësu Kur'anin përmendsh. Ose tjetri për shembull, thotë biidhnillah çdo muaj ka 3 hatme ose ka 4 hatme, edhe në vërtet ka arrit ato çka e ka synu. E ka arrit ato çka e ka synu, ky njeriu cilësohet me ambicie, edhe me ambicie të larta. Pra jo çdo kush i cili ka qef, edhe thotë unë kam dëshirë me mësu krejt ilmin, krejt dijen, e kam dëshirë me bë këto, e kam dëshirë këto, këtë punë, edhe në fund betet që aty ku ka qenë, ky njeri, pra, është në imagjinat. Në vërtet është në ëndra. Po që ëndra, nuk është që është në realitetin e tina objektiv. Pra, kur cilësohet njeriu i cili ka ambicie të larta, kur punon me ato që ai ka paraqit vetes së tina se ka me bëu çështje. Sa përket ambicies ose ambicieve, edhe këtu kemi të bëjmë me çështja e cila është e lindur, edhe çështja e cila përfitohet ose kultivohet. Pra, sikurse prirjet e ndryshme, aftësitë e ndryshme, cilësitë e ndryshme, edhe ambicia, një pjesë e saj është e lindën. Prandaj disa njerëz që e vrejmë se Allah azza wa jall i ka ngolit në shpirtat e tyre ambicet e larta. Ata në vetveten e tyre janë njerëz ambicioz. Janë njerëz ambicioz, edhe serioz. Edhe ata kur ti bëjnë ato punë janë që i bëjnë me lehtësi, nuk kanë problem me kry ato punë. Po ka njerëz të tjerë të cilët janë më të ngathtë, dhe të cilët, domethënë, shkojnë sikurse zhagës. Këta kanë nevojë me kultivu ambicien. Kanë nevojë me kultivu, domethënë, këtë çështje, këtë prirje apo aftësi ose domethënë çështje të përlendshme të tyre. Sikurse
për çështje të ndryshme, rreth të mësumit, një pjesë ose rreth talentit, një pjesë është e dhënë edhe Allahut azza wa jall, edhe mbamendjes, po një pjesë është edhe që kultivohet. Njeriu në fillim të mësimit të Kuranit, për shembull, gjejmë se ndoshta dikujt i duket se e ka të vështirë mësimin e Kuranit. Ballaki për një faqe atina i duhet një orë përsëritje mësim. Po me kalimin e kohës, mas një muaj, 2 muaj, Allah azza wa jall ja lehtëson atij. Wala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. Do të thonë kemi lehtësuar Kur'anin, thot Allah azza wa jall, edhe një prej atyre lehtësimeve të Kur'anit është, do të thonë lehtësimi për më mësu për mendsh Kur'anin. Mas një kohë pra i lehtësohet edhe ballaki një faqe mëson për 15 minuta. Pse se, do të thonë e ka shfrytzuar trunën e tina, edhe e ka bërë të drib, është mundu, është mësu me ata, sa që jo shqel. E sa ma shumë që e letë të topitun mendjen e tina, atëherë edhe mendja tina ka më bëhet topitun. Po sa ma shumë që e shtim funksion, është në gjendje me kalimin e kohës që me mësu shumë ma shumë. E kështu është edhe me ambicjet, kështu është edhe me bojarinë, me trimninë, shumë gjërat e tjera, me sabrin, me shumë gjërat e tjera. Po pasi po flasim për ambicjet, kemi po këtu nevojë që ta themi edhe një herë që do të thonë një pjesë e ambicjeve është që Allah azza wa jalla ka mbjellë në personalitetin e njeriut, mirë po një pjesë e tjetër është që dohet më kultivu. Tash çush do të më kultivu, janë disa shkaqe që ndihmojnë njeriun me e kultivu këtë ambicie. Do të vinë më vonë këto përmendje këtyne disa për këtyne shkaqeve. Po ashtu edhe sa i përket ambicieve, njerëzit janë djathtas, majtas edhe mesatar. Ka njerëz të cilët kanë ambicie të mëdha, po kanë ambicie për cilat ajo ambicia është cilësuar fetarisht si e qortueshme, do të thonë nuk është e livdueshme, është e qortueshme. Kur është e qortueshme ajo ambicia e tillë? Është kur njeriu synon diçka që s'ka mundësi me arrit ata sipas kaderit Allahut azza wa jall. Se ka leju Allah azza wa jall, edhe s'ka mundësi me arrit. Sigur se dikush për shembull, nëse shkon në Kabe dhe rrotullohet edhe bën tawaf edhe thot e përmend ajetin kuranor që e ka përmend Sulejmani alayhis salam. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. O Zot, më fal mua edhe më jap një mbretëri që se ka kush, s'do të kesh kush askush pas meje. Ta ka thënë Sulejmani alayhis salam. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka pas këtë mbretëri që ka pas Sulejmani alayhis salam. Tash nëse dikush synon që me arrit pushtetin e këtë botës, atëherë themi se kjo është ambicie e papëlqyeshme, është e qortueshme. Ose dikush thotë, unë kam ambicie me bëu pejgamber. Edhe kjo është e qortueshme, se kërkush nuk mund të arrit gradën e pejgamberëve, përveç ata që i ka përzgjedhur Allahu azza wa jalla, dhe pejgamberi alayhis salam është pejgamberi i fundit. Pra, një pjesë e ambicieve të njerëzve nuk përkojnë me realitetin, ose nuk janë që janë të lehtësuar fatarisht, po ose nuk përkojnë me realitetin objektiv. Këto janë papëlqyeshme. Po në anën tjetër kemi njerëz me ambicie shumë të ulta. Dhe këto gjejmë në jetën e përditshme. Edhe në aspektin e dunjos. I thuan njerit për shembull, mos rrej badihava, shka puna, mësoj një zanat, mos e bëj i varur për njerëzve. Ai pret për tjerëve. Pret për dikujt që e ka jashtë me dërgu atina pare, ose pret për të tjerëve me ndihmu. Edhe gjithmonë i fajson të tjerët. Ja, pse domethënë është zhgënim me të tjerët. A problemi është tek vetvetja e tij. Se nuk është interesuar as për me mësu, as për me punu, as për kurrë. Domethënë këta janë njerëz me ambicie shumë të ulta. Njerëz janë të ultë, që ambiciet e tyre janë pra shumë të ulta. Edhe njerëz të cilët janë mesatar. Të cilët kanë ambiciet e ulta, po edhe nuk kanë atë asaj ambicie që nuk përkojnë me realitetin. Po mes këtyre masane ka njerëz të ndryshëm, të cilët disa i afrohen këtyne që kanë ambicet pak më të ulta, dikush domethënë i ka ambicie shumë më të larta dhe e nxisin këto ambicie që ai me punu, edhe me arrit ato çka e synon.
Dhe për këtë arsye, për shembull, për ambicet e njerëzve të ndryshëm, kemi atë rastin e njohur, rastin që është përmendur në histori, që 4 persona janë taku në oborrin e Qabës, edhe secili ka thonë tjetrit të menau. Shpresoni diçka. Shpresoni që çka po doni më bë. Sikur se ti tash për shembull pyet dikon prej fëmijëve, çka ke më bë? Dikush ta TikToker, dikush YouTuber, dikush ta si Ronaldo, dikush si ato. Ata çka kanë thonë, kush janë ato persona? Janë Abdullah ibn Umair radhiyallahu anhu, ka qenë Urwa ibn Zubair, Mus'ab ibn Zubair, edhe Abdul Malik ibn Marwan. Mus'ab ibn Zubair u kon vllai i Urwa ibn Zubairit, edhe vllau i Abdullah ibn Zubairit. Domethënë djalt e Zubair ibn Awamit. Djalt e Zubair ibn Awamit radhiyallahu anhu. Çka ka shpresuar dhe çka ka dashur më boz Mus'ab ibn Zubairi? Ka thonë unë po kam qef që me kon guvernatori i Irakut, me kon me këmbë si Irakut, edhe më martu me Aisha bint Talha, edhe Sukainën bijën e Husajnit. Këto kanë qenë pigrave më të bukura në atë kohë. Dhe i ka arrit. Se në kohën e sundimit të vllaut të tij Abdullah ibn Zubairit, ai e pa caktuar si guvernator edhe më këmbës vllain e tij Mus'ab ibn Zubairin. Dhe pa të arrit edhe më martu me këto 2 femra shumë të bukura, të cilat kanë qenë nga fisi Quraysh. Urwa ibn Zubair vllai i tij, çka ka shpresuar ai, çka ka dashur më bëj? Thotë ne kam dëshirë më bë dietar i fikut edhe me transmetu hadithe. Edhe Urwa ibn Zubair konsiderohet një prej atyre 7 fukahave kryesor edhe më të mëdhej të Medinës. Kur përmenden 7 fukahat e Medinës që kanë qenë prej tabinëve, njëri prej tyre është Urwa ibn Zubair. Edhe në librat e hadithit e gjon që domethënë ka transmetuar Hisham ibn Urwa nga baba i tij Urwa ibn Zubair, e ky nga Aisha radhiyallahu anha, ka transmetuar pe tezës së tij Aishës, se ka pas Aishën teze. Domethënë ky ka mbetë në histori. Çka ka synu? Ambicet e ka pas më kon dietari i fikut edhe me transmetuar hadithe, dhe dietari i hadithit. Kto i ka arrit. Abdul Malik ibn Marwani ka synu më bu halife. Edhe njëri prej halifeve të muslimanëve është Abdul Malik ibn Marwani. Kush e lexon historinë Omejade të Emevive, e din se Abdul Malik ibn Marwani kon prej atyre halifeve të parë të shtetit të Emevit. Kjo ka synu, ka pas qef më bu, jo vetëm që ka pa ëndra, po në të vërtetë ka synu, ka pas ambicet e larta më bu halife, edhe ka arrit. Ndërsa Abdullah ibn Umair radhiyallahu anhu është që ka pas synimin, thotë ne ose ne kam qef vetëm me hyrë në xhennet. Edhe kon sahabi pejgamberit alayhis salam, edhe shpresojmë që ai që ketë hyrë në xhennet. Domethënë njerëzit kanë ambicie të ndryshme. Dikush ka ambicie të dunjas, dikush të ahiretit, dikush sa i përket me domethënë çështjeve të dijes, dikush të çështjeve të ibadetit, dikush të martesës e kështu me radhë. Njerëzit kanë ambicie të ndryshme. Për këtë arsye, kush ka ambicie të larta, edhe rruga drejt synimit që ka bëu vetes, që ka caktuar atij, qëllimi që ka caktuar vetes atij, e rruga edhe pengesa që i dalin atij gjatë rrugës, që janë shumë të lehta dhe të përballueshme dhe i të kalon shumë lehtë. Edhe në qoftë se kajherë nuk është asi personi që merret me ata, domethënë se përket këtyre pengesave. Për shembull, dikush është dietar ose është hoxh, është dietar, njëri i cili merret vetëm me dije. Kur s'ka punu për shembull, ose ka punu shumë pak. Mi thon atina baj këtë 25 kg miell në një vend, thotë ja, ne s'jam punëtor krahu, s'jam mësu, s'muna. Mirë po të njëjtit baki. Në qoftë se ati i mësohet, për shembull ka porosit libra, edhe kanë ardhur librat në bibliotekën e tij. Ndoshta librat janë baki edhe 50 kg në për kartona të ndryshëm, është i pari i cili i merr dhe i ban. Pse? E ka qef, domethënë ambicet e ka për me pas librat. Ka ambicet për me pas librat. Edhe ai tregtari tjetër, i cili domethënë qëllimi i tij është diçka e çmueshme, është mall i çmueshëm, cilin mezi e pret, me padurim e pret. Ai
kur vjen malli, është në gjendje domethënë vetë me bajtë dhe me dërguar me çumë në vende të ndryshme. Pra njerëzit janë që kanë ambicie të ndryshme. Për këtë arsye njerëzit kanë pas dikush ka shpresuar që me pas deve në xhenet. Për këtë arsye ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ka deve në xhenet. Tjetër ka thonë ka kuaj në xhenet. Tjetër ka thonë ka libra në xhenet. Ka pas dëshirë mbas asaj na me shkau mirë me pas asë gjona dhe në xhenet. Po njerëzit të ndryshëm kanë edhe ambicie për të keq, për harame. Dikush bën udhime të mëdha vetëm pse për më shku me taku me dikon. Edhe domethënë një femër të bukur. Dikush për tregti shkon në Kinë. Nuk është eja qortueshme për më shku në Kinë, ne po vetëm flasim për ambicet e njerëzve. Domethënë nëse njeriu është tregtar edhe për më e ruan fenë e tij edhe bëhet sepse që pastaj njerëzit me përfitu për tina, nuk është gjë e keqe, mirë po kjo janë varë domethënë çka ka qef. Domethënë është një gjeni mi përballu shumë gjëra edhe me shku atje në Kinë me marrë udhëtim të lartë, ose dikush për shembull është tregtar i kerreve, i veturave, edhe më thon atij na haj shka dikun merreni udhëtim veç për çef ose diçka që s'ka qef, priton. Po më thon atij na e keni kerr atje në Skandinavi dikun edhe shka atje se e ki pak ma lirë, që mundesh me fitu një 500 euro, 1000 euro, po aki shkan edhe vjen për atjeshet edhe sill kerrin, e bo aki nuk ka përfitim edhe atë shumë. Po me rëndësi, dhe me thonë, ai qefet tina më varësisht ka qef, njeriu edhe ka ambicie. Po, ambicia besimtari do të me thonë pak më nalt. Do të me konë edhe në anën e dunjas, mos më varë për tjerëve, që përmenda një pjesë e njerëzve që kësi njerëz janë shtu kogja shumë, kohëve të fundit, janë shtu që dhe në të thëtë s'ka kurfar ambicie, edhe s'intereson, nuk ka, baki edhe që shtregojnë për shembull sot njerëzit ose profesorët, se më përpara, kur e ke thonë dikujna e ki nish, ose ki me ngel, ose studentit, dhe me thonë, nuk ki me kalu landën, e merë këto me relax, sikur se kur gjë nuk ka ndodhë. Më përpara, kur dikujna ju ke thonë, për shembull, se kime marrë 60 pikë, ose kime marrë 6, ose tjetër kujna 2, ose nish, më thonë, ai e ka një vetën shumë keq. Nërsa sot nuk e një vetën shumë keq. Pse se, dhe më thonë, ka rënë ambicet për mësim përgjësi, ka rënë ambicet për mësim përgjësi. Ndërsa ambicet janë, ndoshta ma shumë ka materializmi, me bo do pare. Me bo do pare, edhe për këtë arsye e tham njerëzit sakrifikojnë edhe ato pengesa që i dalin në rrugë edhe për me arrit me mësu për shembull gjuhë të huaja janë gjeni të kalu. Sot për shembull dikujt na më thon hajde ngoj në ders ose seri ligjëratash. Pretend se gat 30 minuta, 20 minuta jam mësu njerëzit me shorca, me rilsa. Ndërsa nëse ka të bëj me atë çështën e tij. Domethënë çështën e tij, zanatin e tij ose ato që po merret ai. Sikur se një programerit për shembull më thon hajde s'munesh ndryshe me arrit, me përvecu këta përveç se duke i këshir videot se qysh me bo një programim e një kodim e aty, dhe me thonë video të gjata, plus edhe anglisht, jo shqip, se në sens pak ka shqip. Ose ai tidin atjetër për shembull në gjuhën gjermane për me mësu gjuhën gjermane, jo, se mas kësajnë e vim paret, ose e tjetëri për shembull mjekësi, gjithësysh do të me mësu biologjinë edhe kimin për më pranu në fakultetin e mjekësisë. Ashtë e kërkume, sahi. Mirë po, njeriu e mashtron vetveten kur i thot vetvetes se tina se ja Allah po na ka hub përqendrimi. Na kanë hub ambicet sepse për çështjet që ka qef, ndoshta për lekun, për paret, është në gjendje kush e di çka më bëj. Është në gjendje kush e di sa më ngu, e sa më mësu, vetëm për të arritur të parë ose të ajo që ka qef. E për këtë arsye, domethënë kur vjen çështjet fetare, kur vjen çështjet e dersave, kur vjen çështjet edhe të ibadeteve, njerëzit mësoni po ngjesin edhe që të kallëzohet mësoni çfarë ambicie ka. Pra ka ambicie të dunjos, a ka ambicie të ahiretit. Edhe këtu të ambicie të ahiretit, domethënë a ka ambicie të ulta, hajt sa me krahasu dikush e thot vetes vet për shembull se unë elhamdulillah,
po falna 5 vaktet, po agjeroj e kështu me radhë, jo më mirë se ai që s'po falet. Do thonë gjithmonë e krahason veten me dikon I cili është më I ulët me ta jo në dunja, po në fe. Dhe sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur me shikua dhe me krahasu veten tonë me ata njerëz të cilët janë më të nalt në fe. Kur mos e këshir veten tonë, domethënë e ke mësu një faqe, edhe këtë faqe, domethënë çdo 2 javë ditë të Kuranit, edhe domethënë elhamdulillah sa tjerë janë të mësu. Ja këshire tjetrin I cili domethënë për çdo ditë është duke mësu ka një faqe, 2 faqe, po ki dikush edhe më shumë. Me çata krahason veten tonë. Dërsa në aspektin e dunjos, krahason me këta njerëz të cilët domethënë janë më pak. Sepse sot më thon dikujna për shembull, ti e ki rrogën, sa ki rrogën, më thon 300-400 euro. Kërkush nuk thotë se ose pak janë ata njerëz që thonë elhamdulillah, rroga jam 400 euro, po është domethënë në më mirë jam se sa I tjetër I cili është me antar të familjes më shumë edhe ka rrogën 300 euro. Ja kërkush nuk ka këshir këto, po ky tjetri e kishte gjetë një punë për 700 euro. Pse e dhone, çka më mungon mu? Çfarë aftësie? Domethënë ai ka shtesë që nuk e ka mëne. Edhe synon, domethënë kjo është ambicia. Pse e dhone s'mune me arrit ato? Munesh edhe ti, domethënë se sot me shtrejtim të çmimeve, domethënë ndoshta nuk I mjaftojnë 400 euro. Mi po na po flasim gjithmonë për ambicie. Për ambicie, çuçi kanë njerëzit ambicjet e tyre. Për këtë arsye, po themi se muslimani gjithmonë duhet me pas ambicet e larta. Gjithmonë duhet me pas ambicet e larta. Po çysh me arrit me kultivuese, me motivuese, me zhvillu këto ambicie edhe më shumë. Njëna prej atyre është që në çështjet e ahiretit, në çështjet fetare, në çështjet e dijes, gjithmonë do të më këshira atë që është më I lartë se ti. Ndërsa në çështjet e dunjas e këshira ato që është më I ulët. Çështja tjetër është me I shiku, me I lexu edhe me ndëgju rastet atyne dietarëve dhe ibadexhive të cilët kanë pas ambicie të larta. Se ti kur e krahason veten tonë me njerëz të ndryshëm, me njerëz domethënë bashkëmoshatar, ai I cili domethënë s'ka çka më bë. E kryen çat shkollë, hajde sa ku po dalim Allah me pini kafe, ose apo vjen me neve, po shkojna deri në Shkup, ose deri në Tiranë, ose deri atje, ose deri dikun tjetër, domethënë pak as më ndrua ambient se s'po rrihet, na ka rrugë një farë monotonie. Që ose krahason me këto, thua alhamdulillah, unë sa dikom lexu, domethënë 3 faqe Kur'an ose 5 faqe Kur'an. Ama kur të lexoj, kur të krahasosh veten me ata dietar të mëhershëm, ose domethënë sahabët e pejgamberit alayhis salam që për një kohë të shkurtër kanë arritur me bë vepra të mëdha, atëherë e sheh se kurkush as ti as unë si jemi në krahasim me ta, domethënë nuk jemi kërkush, ose jemi shumë të vogël. Njerëzit domethënë për kohë të shkurtër kanë bërë punë të mëdha. E njëjta kohë është, natyrisht sot kemi shpërqendrim. Më shumë nëpërmjet rrjeteve sociale, dinamika e jetës është më e madhe, atëherë nuk I kanë pas disa lukse dhe disa rahati edhe mjetet transporti që kemi na. Domethënë, për me shku me kërku një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në atë kohë ka përdu me marrë udhime të mëdha dhe shteti islam në kohën e Umavive, në kohën e Abbasive, kohën çaq I madh, domethënë pe lindjes në perëndim që ka qenë me mijëra kilometra. Atje pe Indijës deri te Maroko. Domethënë shtet shumë I madh. Edhe ka pas dietar të ndryshëm në përqendra të ndryshme. Abu Hatim al-Razi, një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit, ka thënë për veten e tij se ka pas 2 rihle, 2 udhëtime për kërkimin e ditorisë. Kallzon domethënë përshkruhet në biografinë e tij. Thotë udhëtimi I parë I ka zgjat 12 vite, I përmend I ka zgjat udhëtimi I tij 35 vite. Pas 35 viteve u kthye në vendin e tij, në Asbahan. I përmend Abu Hatim al-Razi në Rej. Rej është atje te domethënë në Iran. Në Iran është një vend, atje rrjedh dhe ky me Abu Zur al-Razi kanë qenë dietar të mëdhenj të hadithit. I thot kallzat djalet e tij Abdulrahman ibn Abi Hatim, I cili ka disa libra. Një ka El-Jarh wa Ta'dil, ku flet për domethënë korrekturën edhe korrekturën e transmetuesve, masani ka një libër të madh rreth tefsirit e libra të tjera të shumta, edhe ky dietar I madh I hadithit
E kom nis thot me marrë udhëtime për kërkimin e haditheve, po të gjitha udhëtimet që i kom marrë në kom. Jo hypën përmi deve ose përmi kuaj ose diçka tjetër. Edhe thot i kam i kom llogarit se sa kam bo në udhëtim. Thot kur e kam arrit numrin 1000 fersah, deri atëherë i kom sahapa, sa fersah. Është një simatse, një fersah i ka 5 kilometra. Kur e kam arrit thot 1000 fersah, mas 1000 fersah si kom Thot e zdi sa herë, thot e kam kalu botën islame. Një herë, dy herë, disa prej dietarë kanë thonë tuftu sharqa wal gharba marratayn. Thot e kam udhthu në tër botën islame thot 2 herë, tër botën islame për kërkimin e haditheve 2 herë. Dhe më thonë këtë në kom. Më thonë për kërkimin e ditorisë për me ndëgju hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë në qoftë se marrim për shembull raste të ndryshme të dietarëve që kanë jetuar pak, sikurse Nawawi rahimahullah 45 vite dhe i cili domethënë kalon vepra të cilat në qoftë se do të ishin shkruar për njerëzve, domethënë do të ishin shkruar, do kishte pas nevojë me më përpilu, domethënë ato libra në vite me radhë. A ka jetuar pak se s'ka pas njerëz që ja hupën kohën, edhe që e shpërqendrojnë atina prej kërkimit të ditorisë ose prej mësimdhënies. Këtë puna e tij u kanë në shfrytëzimin e kohës. Po edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija ka, më thonë, kush e lexon jetën e tij ose kush e ndëgjon biografinë e tij, për më e vren që ka pas bereqet në jetën e tij. Thot njëri prej atyne që e përmend biografinë e Sheikhul Islam Ibn Taymija ose vetë Sheikhul Islam Ibn Taymija në njërin prej atyne librave, thot e kam shkruar në fetva që më ka kërkuar për filan festeku. Thot ai ishte duke qëndruar në kom, thotë unë ja shkruajsha fetvan. Aja fetva 230 faqe. Domethënë 230 faqe. Wasitija, akide wasitija që ka shkruaj Sheikhul Islam Ibn Taymija, domethënë mes të drekës edhe kindis. Që është akide hamawije, fetvaja Hamas që është përkthy, mes të drekës edhe kindis. Një pjesë të madhe të librave të tij i ka përpiluar në burg, ku nuk ka pas libra me veti. S'ka pas libra me veti. Sheikhul Islam Ibn Taymija pa ka pas hifdhin, se e ka pas, domethënë, ka një gjeni i madh i kohrave. Domethënë një pjesë të madhe të librave ka përpiluar në burg, edhe në libra voluminose. Saqë disa prej dietarëve thonë, për shembull, nëse e lexon Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah, domethënë një libër i madh kundër shijave. Ka shkruar Sheikhul Islam Ibn Taymija. Ka botime të ndryshme mirë, po një prej aty në botime 9 ose 10 vëllime. Në vëllimin e parë edhe në vëllimin e gjashtë janë me qindra faqe që, domethënë, çash i thellë që edhe çështja që ka të bëjë me ilmul kelamin, me filozofi e kështu me radhë, që vështirë është edhe më kuptu. Po ashtu libra tina për shembull Dar Ta'arud al-Aql wa an-Naql. Libra tia e cila është 11 vëllime, vetëm më tregu se asnjëherë s'mundet me ardhë ndesh teksti fetar, qoftë nga Kurani apo Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, asnjëherë nuk mundet me ardhë ky ndesh me mendjen edhe logjikën e njeriu. Edhe e ka përpilu këtë libër të madh, voluminos, vetëm më kallëzu që s'ka mundësi. Po ashtu edhe ka libra të tjera voluminose që tham i ka përpilu në burg. Po edhe dietarë të tjerë të cilët kanë shkruar, domethënë, me libra të ndryshme. A ardh kjo vetëm, domethënë, ashtu që Allah Azza wa Jalla ka përzgjedh, apo i ka përzgjedh natyrisht, mirë po, dhe këta kanë, domethënë, sa të mundit, angazhimit të tyre edhe shfrytëzimit të kohës edhe atyre ambicieve të mëdha që i kanë pas. Për këtë arsye njeriu do të më këshyr vetveten e tij edhe me krahasu me këta persona se në përgjithësi me personat e tillë. Edhe mos më thon vetes alhamdulillah se do lexova 5 faqe që thash ose i lexova një 10 faqe. Ka pas dietar domethënë në ditë kanë një Ibn Salahib ose Ibn Daqiq al-Aid përmend për ta. Domethënë kur ka rënë në dorë një libër i Rafi'it. Rafi'i një dietar i Shafive ka një libër Ash-Sharh al-Kabir, është edhe sot eksadite i botum. Rafi'i e ka shkruar këtë libër janë 15 ose 20 vëllime në fikë Shafi'i.
Ky thot i ka rënë në dorë, domethënë vetëm farzat i ka fal dhe çdo natë ka një vëllim e ka kry derisa e ka përfunduar këtë libër. Domethënë në një periudhë të shkurtër, domethënë vetëm farzat i ka fal, sepse më herë si ka fal farzat, u kthy për me lexuar libër. Se këto janë nivele, domethënë të nalta. Asa të kësaj dite ka njerëz, domethënë sidomos për shembull në fakultetin e mjekësisë që studiojnë 14 orë, 15 orë, sidomos për këto lanë të cilat janë të gjata dhe të cilat kërkojnë studim të vazhdueshëm, 4 muaj, 6 muaj, ose të tjerë, për shembull, domethënë kanë ato farë limite vështira. Ka edhe njerëz të ndryshëm, të cilët domethënë shpenzojnë orë të tona. Mirë, po ajo çka është ndoshta një emet e nxënësve ose sot njerëzve të cilët e kryjnë fakultetin, është se ata si të kryjnë fakultetin mo kur libër me dorë nuk çelin. Domethënë sigurisht se për ta ka përfunduar dia. Edhe në lamin e vet nuk janë të interesuar më me vazhdu ata. Më boj pari për shembull, lamin e vet ose në ato çka ka studiu. Domethënë nuk merret më. E lejmë edhe me çështje të tjera. Domethënë e kryen fakultetin e mjekësisë, më masanë e lën i futet ndoshta punës, po edhe një pjesë masanë shndrohet në biznes edhe i harron ato që ka ditë prej anatomisë, fiziologjisë, shkencave të tjera për shembull. Ambicet e nalta tham, domethënë arrihen ose mundet njeriu mi zhvillu edhe mi kultivu më shumë, nëse domethënë nuk jeton me këta që ka për rreth, të cilët janë që kanë ambicet e ulta. Po do të gjithmonë me këshir, me krahasu veten tonë edhe ai tjetri, edhe unë, edhe ai tjetri, edhe çdo kush prej neve, domethënë me krahasu veten tonë me njerëz që kanë pas ambicet e ulta. Me njerëz të cilët i kanë pas ambicet e ulta, e sidomos në kërkimin e diturisë. Mirë, po edhe sa i përket kërkimit të diturisë fetare, kur jemi duke fol për diturinë fetare, themi se nuk është për qëllim vetëm mbledhja e informatave. Nuk është për qëllim mbledhja e informatave, edhe me pas dije ose me pas informata, se njerëzit sot kanë informata të shumta. Ndoshta kanë dëgjuar një reels, një short, i kanë bëu aty i kanë mbledh disa prej informatave të shpërfituara. Ka bëu një mozaik e shpërfituar, jo, domethënë mozaik i mirë, po aty diçka do ngjyra shtjellta. Edhe ka informata. Mirë, por nuk është për qëllim vetëm informat e cila nuk realizohet në praktik, nuk jetësohet në praktik. Për këtë arsye njeriu, sidomos sa i përket dijes fetare, pse mëson dijen për me praktiku. Po edhe të ndihmon njeriu për me mësua edhe më shumë praktika, që ajo ibadeti që bëhet. Sa njerëzi, domethënë sa prej dietarëve përshkruhet, domethënë se kanë fol namaz ose kanë lexuar Kur'an dhe u bë sebeb që me marr energji më të madhe që me vazhduan kërkimin e diturisë. Imam Ahmedi për shembull përmendet një jetën e tij. Para se me ndos prova, ai është më flas që domethënë janë nivele kohë të larta, mirë po bile nëse nuk i marrim na bashkë ashtu që ka vepruar Imam Ahmedi, mirë po një pjesë pak me marr si model tonën. Domethënë Imam Ahmedi para se me ndodh sprova, më thonë ka falë çdo ditë ka 300 recate. 300 recate. Kur ka godit sprova edhe për me adopsu, kanë 150. Kanë 150 recate. Nëse marrëm tash anën vesh ibadetin, më thonë themi se 300 recate çdo rekat pavarësisht ka 1 minutë, bën 300 minuta. Pjesë për 60, i bën 5 orë. I bën 5 orë. Që Imam Ahmedi, më thonë 5 orë, vetëm ibadet. E ku është puna e kërkimit diturisë, udhëtimeve, mësimit përmensh e gjërave të tjera. Që thuhet për Imam Ahmedi, më thonë Abu Zurr al-Razi, për ta ka thonë, ai e din 1 milion hadithe. Më thonë se marrë vesh me ibadet, po marrë edhe me dije. Edhe dietarët e tjerë, për shembull thotë e ka pas domethënë virdin e tina me lexu kështu ose me fal, mësane tjetri me lexu Kur'an. Çaj Kur'an, çaj dhikr. Ty ndihmon edhe mua edhe tjetrin, domethënë ndihmon mësane me vazhduan që të rrugën e kërkimit diturisë. Nuk është vetëm
që njeriu me ndigju këto si informata edhe si raste, masanej mos me praktiku edhe mos me punu me qatë dije. Po, ibadeti e ndihman njeriu. Për këtë arsye dhikri, edhe këndimi i Kuranit, se këndimi i Kuranit është pjesë e dhikrit. Po dhikri e forcon njeriu. Për këtë arsye Ibn Qayyim rahimahullah për Sheikhul Islamin që ka thonë e kom papej forcës e Sheikhul Islamit në përpilim e në lexim e në guzimshmërinë e tij e shumë gjëra të tjera, çka, domethënë jam çudit me ta. Mirë po, kjo forcë thot ka ardhur se e kam pa Sheikhul Islamin Ibn Taymiyyah që domethënë kujdesë për dhikr. Është përmendur në biografinë e tij që ulte pas namazit të sabahit të babakia dhe me orë të tona bën të dhikr Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Pra njeriu nëpërmjet ibadetit arrin që me akumulu energji edhe kjo energji pastaj më ndihmu atina më lehtësu kërkimin e diturisë edhe me shkaktu me jap bereqet në jetën e tij. Se pa bereqet në jetë njeriu s'mund të arrijë ato që kanë arrit ata dietarët. Pa dhënë Allah Azza wa Jall bereqet. Pa dhënë bereqet. Çu arrit masën e kjo bereqet? Nëse njeriu është i sinqert, edhe nëse njeriu është i nënshkruar ndaj Allahut Azza wa Jall. Ndryshe, domethënë s'mundesh me arrit këtë bereqetin e kohës. Koha është e njëjtë, disa njerëz janë gjendje, domethënë me kry punë të shumta brenda një periudhe kohore, dikush tjetër brenda ditës vetëm një punë mundet me kry. Një punë të shkurt, shka atje pak edhe shkon koha. A dikush tjetër domethënë punë të ndryshme, pse? Se bereqeti. Ky bereqeti ka ardhur si pasojë ibadeteve, si pasojë e sinqeritetit, si pasojë domethënë asaj energjisë që ka dhënë Allahu Azza wa Jall. E ka dhënë Allahu Azza wa Jall atë energji nëpërmjet nështrimit të tij, nëpërmjet ibadetit që ka bëu Allahu Azza wa Jall. Ka raste të ndryshme të dietarëve që nuk po duam i përmend mas më zgjat më shumë, mirë po qëllimi është që secili prej neve do të me pas ambicie. Do të me pas ambicie edhe në punë, edhe në domethënë praktikimin e asaj që e kemi mësuar në marrjen e diturisë, kur të dëgjosh ose të lexosh këto raste të dietarëve, me të vërtetë, domethënë motivohet njeriu. Edhe sa herë që e vrej veten që të karaja fal ambicie, dëgjoj këto ose lexoj. Ka edhe libra të përkthime që përmendin, domethënë këto raste të ndryshme, që njeriu her pas here është mirë mi lexuar ose mi shfletu, ose mi ndëgju disa prej ndoshta dersave të flasim për këto çështje. Po në anën tjetër, domethënë edhe në anën e dunjas, njeriu do të më kujdes. Do të më kujdes, jo në më marr shumë me dunja, mirë pas së paku që ajo çështja e tij materiale mos më kon ai i varur prej të tjerëve. Për këtë arsye Omer radiallahu anhu ka thënë, ta urrej një djalosh me pa, domethënë ka sekoti, i cili s'është as që merret me punë dunjas, as në punë të ahiretit. Urrej këtë njeriu i cili domethënë sillet vërdall, sa poshtë sa nalt, dil atje, hajt po dalëm deri këtu, s'po kemi çfarë me bë, dil në kafe, apet në kafe, dhe pastaj i hub koha. Domethënë as nuk përfiton diçka në dunjë, as në ahiret. Kjo është ajo urrejtër, masanej edhe njerëzit kanë ambicie të ndryshme, varësisht pas asaj çka kanë, edhe masanej ngajnë edhe motivohen edhe arrin ato çka i kanë qitë qëllim vetes së tyre. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.